Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Shohim tani titujt kryesor. Jeta e asnjë të smuni nuk u cënua nga ndërprerja e energjisë elektrike në reanimacionin qendror në QSUT, tha shefi i shërbimit Krenar Lilaj. Ai sqaroi se pas defektit që preku disa zona të Tiranës mbrëmjen e së hënës, pajisjet e respiratore që mbanin në jetë 9 pacient nuk u fikën në asnjë moment, pasi kanë bateri që rezistojnë deri në disa orë. Për 30 minuta godina mbeti në terr pasi generatori nuk u vu në punë. Prej shtatorit 2025 ka përfunduar shërbimi i mirëmbajtjes. Prokuroria e Përgjithshme njoftoi se sot ka dorëzuar në Këshillin e Lartë Gjyqësor një raport për verifikimin e rastit të gjyqësares së posaçme Irena Gjoka e vënë në akuzë se kishte fshehur një dënim të marrë vite më parë në Greqi. Report Televizion mësoi se dokumentat në dispozicion të prokurorisë kanë vërtetuar vendimin e marrë nga një gjykatë në Janin kundër saj. Gjykatësia e ka fshehur këtë fakt në formularin e dekriminalizimit dhe tashmë do të jetë KLG që pritet vendos nëse Gjoka mund vijojë apo jo detyrë. Kryeministri Rama i kthen përgjigje pozitive presidentit amerikan Donald Trump për të bërë pjesë e bordit të paqes për Gazën. Përmes një letre Rama shkruan se kontributi është nder dhe privilegj. Ky angazhim i Shqipërisë do t'i kalojë kuvendit për miratim, ku socialistët janë porositur ta kalojnë me procedurë të përshpejtuar. Ceremonia e nënshkrimit për bordin e paqes do të mbahet në Davos më 22 janar. Byroja e Kuvendit la në fuqi përjashtimin me 30 ditë pune nga punimet parlamentare për 6 deputetë të opozitës të përfshirë në aksionin me flakadan në seancën e fundit plenare të vitit shkuar. Deputetët e opozitës akuzuan se u përjashtuan për protestën kundër Ballukut, e cila sipas tyre ka kthyer parlamentin në mburoj politike. Donald Trump u nis drejt Evropës duke kërcënuar disa vende të Bashkimit Evropian të cilat kundërshtojnë synimin e tij për të aneksuar Grönlandën. Trump tha se Evropa nuk do të rezistojë shumë, ndërsa presidente e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ju përgjigj nga Davosi duke akuzuar Trumpin se po shkel mbi marrëveshjen tregtare që firmosi një vit më parë me Bashkimin Evropian. Ajo tha se Evropa do të përgjigjet e vendosur. Jeta e asnjë të smuri nuk u cënua nga ndërprerja e energjisë elektrike në reanimacionin qendror në QSUT, tha shefi i shërbimit Krenar Lilaj. Ai sqaroi se pas defektit që preku disa zona të Tiranës mbrëmjen e së hënës, pajisjet respiratore që mbanin në jetë 9 pacient nuk u fikën në asnjë moment pasi kanë bateri që rezistojnë deri në disa orë. Për 30 minuta godina mbeti në terr pasi generatori nuk u vu në punë. Prej shtatorit të vitit kaluar ka përfunduar shërbimi i mirëmbajtjes. Mungesa një përgjigje të qartë se sa do të zgjaste defekti i rënd në rrjetin elektrik të hënën në mbrëmje nuk i la zgjidhje tjetër bluzave të bardha veç se të transferonin të sëmurët që mbaheshin në jetë me aparatura në reanimacionin qendror në një tjetër njësi të terapisë intensive, atë të kardiologjisë 20 metra larg. 9 ishin në respiracion të drejtuar, do të thënë që frymarrja e tyre sigurohen përmjet aparateve respirator. Krenar Lilaj, shefi i shërbimit të reanimacionit në QSUT, sqaroi se pajisjet nuk u ndalën në asnjë moment së funksionuari, pasi ato kanë backup sipas tij që mund të rezistojnë deri në 6 orë me mbështetje pa energji elektrike kur janë të treja. Por transportimi të sëmurëve në godinën ngjitur u bë për arsye sigurie. Vendimi që morëm neve për transferimin e të sëmurëve dhe për vazhdimin e trajtimit të tyre në reanimacionin kardiologjik ishte pikërisht për të shmangur rënien e njëkohshme të funksionimit të këtyre pajisjeve, gjë e cila do të shkaktonte probleme në transportin e pacientëve. Sigurisht ne kemi mjetet që transporti i këtyre sëmurëve të realizohet me respirator portativ pa e cënuar trajtimin e tyre. Pavarësisht se pajisjet, siç mjeku thot, punuan normalisht, njësia e trajtimit ditor në katin e tretë së cilës ndodhet edhe reanimacioni i kirurgjisë ishte gjitha në terr për të paktën 30 minuta. Kjo do të thotë se generatori nuk është ndezur menjëherë dhe diçka nuk ka shkuar derisa ekipet e rivun në punë. Si mund të them që është normale ndërprerja e energjisë elektrike në
njësinë e terapisë intensive. Detyra ime si mjek është që të mbroj jetën e cëmurve. Detyra ime dhe detyra e stafit tim, të cilin unë drejtoj. Kështu që në çfarëdo lloj situate, ne jemi të gatshëm për të përballuar këtë situatë mbrojtje të jetës së cëmurve dhe kaq. Kjo pyetje nuk më përket mua. Në fakt, mirëmbajtja e impianteve elektrike për QSUT-n, përfshirë këtu gjeneratorin, nuk është bërë prej shtatorit të vitit të kaluar. Të paktën kështu thon letrat. Tenderi i fundit është ai i 27 korriku të vitit 2023, me vlerë 52 milion lekë të vjetra dhe që ka përfunduar në shtator të 2025-s. Herët, mëngjesin e së martës, rreth orës 4:35 minuta në reanimacionin e kirurgjisë në QSUT, ndëroi jetë i dënuari për vrasje në tentativë Mihal Mërkuri, 47 vjeç. Zyrtarisht u tha se ai ndëroi jetë nga arresti kardiak dhe hemorragjia në kokë dhe mjeku mohon që në humbjen e jetës të ketë ndikuar ndërprerja e energjisë. Gjendja e këtij sëmuri ishte e rëndë. Normalisht një sëmur i cili shtrohet në njësitë e terapisë intensive janë të sëmurë të cilët kërcënohen nga vdekja. Dhe gjendja e këtij sëmuri ishte mjaft e rëndë. Jo vetëm në natën e mbrëmshme, por gjendja e këtij sëmuri ishte e rëndë që në ardhje. Do të thënë, ditën që është shtruar për t'u nështruar një interventi kirurgjikal. Për më shumë se 90 minuta, disa zona në Tiranë mbetën pa energji elektrike për shkak të një defekti në një shtyllë të sistemit të transmetimit të linjës 110 kV Tirana 1 uzina traktori. Prokuroria e Përgjithshme njoftoi sot se ka dorëzuar në Këshillin e Lartë Gjyqësor një raport për verifikimin e thelluar për pastërtinë e figurës së gjyqtares së gjykatës së posaçme Irena Gjoka. Prokuroria nuk e publikoi përmbajtjen, por Report Televizion mësoi se në dokument thuhet se gjyqtarja Irena Gjoka është dënuar në Greqi edhe pse e ka fshehur këtë fakt në formularin e dekriminalizimit. Tashmë do të jetë KLG që pritet vendos nëse Gjoka mund vijojë ose jo detyrën. Ky vendim i gjykatës së Aninës i marr korrikun e vitit 2005 për të dënuar gjyqtaren e GKK-s Irena Gjoka për falsifikim të vizës është i vërtet dhe autentik. Në këtë përfundim ka arritur Prokuroria e Përgjithshme pas verifikimit që zgjati 2 vite për gjyqtaren e GKK dhe tashmë do t'i takojë Këshillit të Lartë Gjyqësor të vendos fatin e magjistrates. Prokuroria e Përgjithshme në njoftimin e shkurtër për dërgimin e materialeve në KLG lë të nënkuptohet se ky vendim ka marrë fuqi të formës së prerë në Greqi, pasi në organet helene ekziston edhe një vendimarrje e prokurorit grek që ta arkivoj dënimin për shkak të mos ekzekutimit të tij. Por në formularin e vet deklarimit në vitin 2016 në kuadër të ligjit të dekriminalizimit, gjyqtarja Gjoka ka mohuar që të jetë dënuar ndonjëherë. Siç duket në formular, pyetjes nëse ka qenë ndonjëherë dënuar në vendim të formës së prerë, Irena Gjoka i është përgjigjur jo, dhe të njëjtën përgjigje i ka dhënë edhe pyetjes nëse ndaj saj është marrë ndonjëherë ndonjë dënim gjykate, jo i formës së prerë. Me X në kutinë e përgjigjes jo. Gjoka është përgjigjur edhe për pyetjet nëse ndaj saj ka pasur ndonjëherë hetim apo gjykim nga një autoritet shqiptar apo i huaj, nëse ka qenë ndonjëherë e ndaluar apo arrestuar për ndonjë vepër penale, apo i është dhënë ndonjëherë masa e dëbimit nga një shtet i huaj. Por ky vendim i shpallur më 7 korrik 2005 nga gjykata e Aninës në gjuhën greke dhe i përkryer me vula apostile në gjuhën shqipe, tashmë i konfirmuar si autentik nga Prokuroria e Përgjithshme, thotë të kundërtën. Në gjykimin e bërë në mungesë, pasi Gjoka nuk është paraqitur, thuhet se Irena Gjoka në datën 24 dhjetor 2022 në orën 15:30 kishte tentuar të kalonte në pikën kufitare të Kakavijës me pasaport të falsifikuar. Sipas vendimit të gjykatës kishte ditërsuar vizën greke në faqen 17, duke i zgjatur lefshmërinë. Pasi e shpall fajtore, gjykata e dënon të pandehurën me burgim 3 muaj, gjob 1500 euro, si dhe me shpenzimet gjyqësore prej 73 eurosh. Pas konsultimit me prokurorin, gjykata e konverton dënimin me burg me pagesë financiare 4.4 euro për çdo ditë burg, por vendimi nuk u zbatua asnjëherë. Verifikimi i Irena Gjokës nisi pas publikimit në mediat greke të disa dokumenteve pasi gjyqtarja u caktua për çështjen ndaj Fredi Belerit. Më pas ajo është akuzuar në vazhdimsi nga opozita, sidomos nga politikanë që kanë qenë subjekte e gjykimit të saj. Tashmë do të jetë qeverisja e gjyqësore që do të vendosë nëse Irena Gjoka është apo jo në kushtet e ndalimit për të qenë gjyqtare, se sa do të ndikojë një largim i mundshëm i saj nga sistemi tek çështjet që ka gjykuar, mbetet për të parë. 3 ditë pas ftesës nga presidenti amerikan Donald Trump, kryeministri i kthen përgjigje pozitive atij për të bërë pjesë e bordit paqes për Gazën, ndërsa do të jetë parlamenti shqiptar i cili do të jap miratimin përfundimtar. Përmes një letre, Rama i shkruan Trumpit se angazhimi për paqen është nder dhe privilegj
dhe se bordi është domosdoshmëri në këto kohë konfliktesh globale. Përmes një teksti të gjatë ku bie në sy elozhet për rolin personal të presidentit amerikan Donald Trump dhe të Shteteve të Bashkuara, kryeministri Edi Rama është angazhuar zyrtarisht për pranimin e ftesës që Shqipëria të jetë pjesë e bordit të paqes për Gazën. Është njëkohësisht privilegj dhe nder të shpreh gatishmërinë time të plot për të kontribuar në këtë përpjekje të rëndësishme dhe për të bërë tërësisht pjesë e një angazhimi të përbashkët që synon ta përkthejë vizionin në veprim. Në letrën që mban datën 19 janar, kryeministri Rama e sheh krimin e bordit të paqes, një domosdoshmëri në një kohë kur konfliktet dhe përçarja dominojnë skenën ndërkombëtare. Paqja duhet të formësohet aktivisht e jo të pritet pasivisht atë diskutohet pafundësisht në forume politike, teksa përreth globit jetë të pafajshme humbasin kotësisht çdo minutë. Bordi i paqes shfaqet si mishërimi i kësaj domosdoshmërie urgjente. Kreu i qeverisë ka përcjell Trump mirënjohje për rolin vendimtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt vendosjes së paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit në momente kritike të historisë së përbashkët. Në këtë frym të qëndrueshme partneriteti dëshiroj të ritheksoj se Republika e Shqipërisë qëndron me vendosmëri për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjitha përpjekjet për promovimin e paqes, sigurinë dhe angazhimin konstruktiv global. Ceremonia e nënshkrimit për krijimin e bordit të paqes do të mbahet në Davos më 22 janar. Mediat kanë zbuluar edhe shkresën që do duhet të firmoset në qytetin zvicerian, ku do të mësohen edhe antarët e bordit. Angazhimi i Shqipërisë do duhet të miratohet nga parlamenti. Vendi do të jetë pjesë e bordit për të paktën një mandat 3 vjeçar, me të drejtë rinovimi nga presidenti Trump dhe nuk do të ketë detyrime financiare. Vetëm shtetet që do duan të fitojnë statusin e antarit të përhershëm duhet të kontribuojnë me $1 miliard. Byroja e Kuvendit la në fuqi përjashtimin me 30 ditë pune nga punimet parlamentare për 6 deputetë opozitës që u përfshin në aksionin me flakadan në seancën e fundit plenare të vitit kaluar. Deputetët e opozitës akuzuan se u përjashtuan për protestën kundër Ballukut, e cila sipas tyre e ka kthyer parlamentin në mburoj politike. Pushimet e gjata të dimrit nuk e kishin zbehur mërinë e socialistëve, të cilët lanë në fuqi përjashtimin 30 ditë pune për 6 deputetë opozitës të ndëshkuar për kaosin në seancën e fundit të vitit të shkuar, duke i lënë jashtë kuvendit deri ditët e para të muajit mars. Në byron e kuvendit hallkën e fundit ku ankimohen masat ndëshkuese për deputetët problematik, pati jo pak debate me socialistëve dhe deputetëve opozitar që e konsideruan të padrejtë ndëshkimin e tyre. Ata akuzuan se përjashtimi erdhi për shkak të revoltës kundër Belinda Ballukut, e cila thon ata po përdor parlamentin si buroj politike. Jemi përjashtuar për 30 ditësh sepse kemi protestuar kundra Belinda Ballukut, e cila u more pandehur nga spaku dhe në vend që të mbante përgjegjësi politike, ju e morët në mbrojtje. Tymueset, zoti Balla, që ju pretendoni që ju kanë rrezikuar jetën, nëse nuk e dini, në çdo vend të botës përdoren madje edhe si formë për zbulimin e gjinisë së bebit. Me që do që ta dish se sa të rrezikshme janë për shëndetin e njerëzit. Jeta ju rrezikua mbrëm atyre qytetarëve në QSUT që nuk kishin drita. Jeta ju rrezikohet çdo ditë qytetarëve nga korrupsioni galopanti Belinda Ballukut në tunelin e Llogaras. Replikat e vijuan në distancë dhe në rrjetet sociale, duke ironizuar njëri tjetrin. Në fund të mbledhjes së Byros së Kuvendit, demokratët paralajmëruan se do t'i drejtohen gjykatës administrative, e cila edhe më herët ka rrëzuar përjashtimet të Kuvendit për deputetët e opozitës. Për shkak të kaosit në seancën e 23 dhjetorit të vitit të shkuar, PS kishte kërkuar ndëshkimin e 29 deputetëve të opozitës, mes të cilëve edhe të kryetarit të grupit parlamentar të PD Gazmet Bardhit, por më të shumtët u amnistuan nga Komisioni i Etikës, duke përjashtuar vetëm Belind Kolliçin, Fidel Krekën, Albana Vokshin, Kleviz Balliun, Flamur Nokën dhe Elda Hotin. Gjykata administrative vendosi sot rikthimin në detyrë të sekretarit përgjithshëm të Bashkisë së Tiranës Alban Dokushi, duke e shpallur të paligjshëm shkarkimin e tij. Vendimi ka efekt menjëhershëm dhe është i detyrueshëm për zbatim.
Ish sekretari i përgjithshëm Alban Dokushi u lirua nga detyra me firmë të kryetares së komanduar të Bashkisë së Tiranës Anuel Aristani më 20 mars të vitit 2025, një muaj pasi u arrestua kryebashkiaku Veliaj. Dokushi është jurist, ndërsa së fundmi ishte avokati Erion Veliajt në gjykatën kushtetuese, e cila i riktheu në detyrë kryebashkiakun dhe rrëzoi dekretin për zgjedhje të pjesëshme në Tiranë. Petrit Ndou u vra me çekiç në kokë pas një fërkimi makinash në rrugë. Ngjarja ndodhi pas mesnate në një rrugë dytësore që të nxjerr në aksin nacional Fushkëry Mamurras. Sipas policisë, debati degeneroi në dhunë ku 57 vjeçari dyshohet se u godit për vdekje nga 28 vjeçari Andi Vokri. Në vendngjarje pati edhe dëshmitar nga të dyja palët, mes tyre bashkëshortja e viktimës. Një konflikt i çastit mes dy shoferëve në një rrugë dytësore me qarkullim të ulët u kthye në tragjedi me pasojë vrasjen e një 57 vjeçari. Ngjarja ndodhi pak pas mesnate në fshatin Bushnesh pranë rrugës Fushkëry Mamurras. Viktima është Petrit Ndou, i cili humbi jetën pasi u godit me çekiç në kokë. Policia arrestoi në flagrancë autor të dyshuar të krimit, 28 vjeçarin Andi Vokri nga Thumana, i cili nuk gjej më parë me Ndoun. Burime pranë policisë i thanë Report TV se i riu rezultoi të ishte në gjendje të dehur. Në momentin e ngjarjes dhe në autometin e tij ndodheshin edhe 2 persona të tjerë. Nga hetimi paraprak rezultoi se gjithçka nisi për shkak të përparësisë së lëvizjes në një rrugë të ngushtë dhe një gërvishtje të lehtë mes automjeteve. Fillimisht palët u larguan, por më pas u kthyen duke agravuar konfliktin deri në fatalitet. Dëshmitare okulare e ngjarjes ishte bashkëshortja e viktimës, e cila deklaroi se i shoqi mori një goditje me çekiç në kokë nga i riu, goditje që rezultoi fatale. Në vendin e ngjarjes, grupi hetimor gjeti dhe sekuestroi çekiçin që dyshohet se u përdor për vrasjen. Personat që udhëtonin me autorin e dyshuar i thanë policisë se u përpoqën ta ndalojnë, por 28 vjeçari ka zbritur nga makina dhe shkoi drejt 57 vjeçarit me çekiç në dorë. Gjatë marrjes në pyetje, Andi Vokri mohoi akuzën për vrasje, duke pretenduar se mes tij dhe viktimës ka pasur vetëm debat verbal për fërkimin e makinave. Megjithatë, kundër tij janë disa dëshmi që thonë ndryshe. Policia dhe prokuroria po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes, si dhe rolin e personave të tjerë të pranishëm. Ndërkohë familjarët e Petrit Ndout kanë hapur dyert e mortit. Ai është me origjinë nga fshati Parovi Fusharzit dhe prej disa vitesh ishte zhvendosur në Kamëz. Mbrim në fund të këtij edicioni lajmesh, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.